besoj që për ju që jeni drejt për drejt të lidhur me këtë industri, ka ditë mira që ju presin, por ka edhe ditë vështira. Cilën kujton ti si sfidën tënde më të madhe në këto vite që punon në këtë industri? Shiko, mendoj që më të mëdhaja, cilat më të mëdhaja janë gjithmonë financimin. Është një problem shumë i madh kur ti e di shumë mirë që ke çdo lloj komponenti tjetër dhe gjëra që të duhet janë sponsorët dhe gjëra që duhet është financimi. Për shembull, në rastin e Snobit, që u bë sezoni i parë me 10 seri, gja është shkruar sezoni i dytë. Dhe aktorët i kemi dhe janë gjitha mundësit, po nga ana tjetër është një financim jashtëzakonisht shumë i madh. Dhe është një gjë aq e madhe që ne nuk e kemi financimin e dur, nuk kemi sponsora. Pra, flasim për një investim, se Dalina kishte bërë një video para pak kohësh, që është një investim 600.000 euro. Që nuk janë shumë për të bërë një film në Jo, ti thua dikujt jashtë, po jemi në kërkim të 600.000 euro për një film habitet sepse është një shifër e vogël. Të t'ja pun tash edhe ta bësh, po s'po na vjen njëri. Nuk është një shifër e madhe. Hajdeni pra, hajde. Ne këtu lexojmë shpesh box office të filmave dhe buxhetet e filmave. Si ka qenë ajo, hajde ke Alma dhe ne do themi come on to me. Buxhetet e filmave që janë filma cilësor jo shumë të buxhetuar, po them, se zakonisht shkon kështu, kjo sa më cilësor të jetë filmi aq më pak i buxhetuar është, po janë me miliona. Pikërisht. Me miliona, po them me shumë kursim, ë? Patjetër. S'po flas për filma me aktorë të mëdhenj. Kam parë një serial kohë të fundit, Severance, që u fiksova keq fare. Dhe ishte një seri ishte 1 milion euro. Domethënë ti thua që okay, mua më duhet më pak se kjo për 10 seri, për një sezon. Më kupton, një sezon të plot. Dhe në rastin që ti nuk ke financimin, të vjen shumë keq. Dhe mendoj që kjo është një sfidë shumë e madhe, se ti duhet ta pranosh që atë gjë nuk e bën dot, derisa okay, le të përpiqemi nëse do i gjejmë, se patjetër opsioni është, skenari është, aktorët janë. Pra nëse do i gjejmë atë financim do e bëjmë. Po nga ana tjetër përpiqesh edhe ta mendosh që okay, deri këtu arrim ne. Çdo gjë është gradualisht. Pjesa tjetër vjen në mënyrë graduale, nuk kemi akoma gati për 600.000 euro.